me Gjeridonën, jemi krijuar në vitin 2010, në 21 prill, dhe jemi martuar me 11 dhjetor 2011. Që i vjen kom pas 12 vite martesë në Gjeridonën, dhe si rezultati i asaj martese kemi 2 fëmijë, dhe marrëdhëniet tona, marrëdhënia ime me Gjeridonën ka qenë shumë e mirë, e lumtur. Gjeridona shkon një gruje me përrushëm, një nonë shumë e përkushtuar, edhe një bashortë e devotshme. Na kemi jetuar në Suedi, ku Gjeridona pas 3 vitesh qëndrim është bërë edhe në shtetas suedeze. Si pasojë e martesës tonë. 5 vitet e para me Gjeridonën kanë qenë Gjeridona, dëshira e saj e madhe ishte që bëhet nonë, dhe kishte probleme me ngel shtatzon, dhe 5 vitet e para jom morë shumë me të nëpër spitale. Më në fund, në 2017, ju realizu ëndra, u bono, unë bono babë, dhe me njëherë pas fëmisë së parë, pas një vit e gjysë, dashte Zoti edhe fëmija dytë, dhe kemi jetuar së bashku këtë kohën. Nuk ka pas asnjëherë ndonjë ndarje apo diçka tjetër. Çdo gjë ka qenë në rregull mes neve. Siç e ka thonë edhe dëshmitari Kanon Kokalla, edhe vetë Leonardi, kur e pyeta se a është tanku ndonjëherë Gjeridona për 13 vite, e jo. Është hera parë në jetën time që kom nejt me granitjavën vetë, pa kushtën Kokallën. 2 herë të tjera e kom taku me kushtën Kokallën, gjatë në dorë, dhe nuk kom pas asnjëherë miqësi apo diçka tillë me granitjavën, nuk janë një as prindrit, as motrat, as vllaznit, as nuk e njoh hiç, shumë pak e njoh, vetëm përmes pushtrimit. As prind, as motrat. Hiç. Kur nuk e kom taku në jetën, as ata nuk. Çfarë biseduar me njëtin i ke nejtë? Cila ka qenë tema bisedës? Ka keni folë? Jo, thjesht kemi folë për shëtitje, medalë. Ajo arme është blerë në mënyrë krejt spontane, me të vetmin qëllim përshitje nga ona e granitjavës, sepse unë e disha që ai ka kushtet matrona ekonomike, dhe kur ai shitësi i armes na ofroi përshitje, Graniti ishte interesuar, edhe më thotë që këto thotë unë shes
të nesërmen 2 fish. Dhe për atë qëllim është blija e orme. Vetëm për shitje, asgjë tjetër. Po ashtu shitësin nuk e kom njohur, as nuk e kom takuar ndonjëherë më parë. Dhe sa i përket ormeve, ashtu siç ka deklaruar baba im, unë kurrë nuk i kom dashur orme. Edhe Leonardi mund të më vërtetu që asnjëherë nuk më ka pa me orme ndonjëherë. Edhe e din shumë mirë edhe Leonardi që asnjëherë s'ku qenë interesuar pas orme. Gjatë shërbitimit kryesor të mbajtur, jam ndërmjetësuar disa video inqizime, ushirën në lëvizjet e disa automjeteve, BMW, një automjetet të cilën e Janë demonstruar disa video inqizime. ushirën në lëvizjet e disa automjeteve, duke detyruar nga personat sa pretendojnë që janë të involvuar, mesin e tyre shihet edhe i akuzuari Granit Plava të pozit një automjet të ngjyrës së zezë. Dhe lëvizjet në restoranin Etno Kuqa apo Etno House, që të thonë këtu. Spjegimi i lidhur me mbajtjen e këtyre video inqizimeve. Lëvizjet në Etno Etno Kuqa po. Etno House. Po Etno Kuqa. Unë Po ti aknat të qenë duke dërguar me çfarë të ka thënë për këtë? Unë, kur kom shku në Etno Kuqa me Lirdonën të fëmijët, unë asnjëherë nuk e kom pa Granit Plavën. As mbrapa me makinë, as fizikisht. Do të thotë, ne kemi shku për darkë, si gjithmonë, edhe një javë më herë kemi qenë po të njëjtin restorant, unë në Lirdona, prindërit e saj, edhe fëmijët